Mirë mëngjesi Duk. Mirë mëngjesi Mëdheri. Kemi punuar shëmtarët sot. Faleminderit, po sa shërpror janë? Do t'i shikosh tani. Shumë bukur, a ka shumë Mëdheri. O zot, duhet një mbretëresh me të vërtet të mirët vetëm për një ditë me ata? Po, kjo është të vërtet. Po, mirë, atëherë personat e parë duhet të hyjnë. Mëdheri nuk është e vërtet, vetëm se ky ka hyrë. Ka marrë pemët e mia të bukura, e më në vezë. Nuk është e vërtet, mollat e mia ishin të thata. Edhe pemët e mia ishin të hequra. Zotërin, një lutem, flisni me radhë. Ti njeri i mirë, fliti pari. Princesa Aurora, ky me ka vjedhur pemët, e pastaj unë shkova i mora 2 molla, edhe shumë të tjera, por unë më ja bëra. Ky vëllai pari, unë i mora pemët sepse ky më kishte marrë mollat, të gjitha mollat, unë kam mbetur me asnjë mollë. Tani si do t'ja bëj? Pra unë i doja dur dhe ky i tonte mollat. Zotërin, ju lutem. Pra, më lejoni të mendohem. Besoj se kjo zgjidhje do funksionoj. Zotëri, si thuani që ju të merrni disa molla nga kopshti i këtij njeriu dhe ai të marrë disa pemë nga kopshti yt. Mendoj se do t'ishte mrekullueshme me princesa Aurora. Dhe si mendoni ju? Po, Mëdheri, do të ishte diçka shumë e bukur. Shumë bukur, a mund ta bëjmë këtë Duk? Sigurisht, Mëdheri, është një zgjedhje për kryer. Mirë, atëherë, me ju së ty mbarova. Në nënshkërime, Mëdheri, Azat. Mirë pra, do t'i zgjedh të gjitha. Shpresoj që zanat e kem bërritur të mbretin sot. O zot, duhet të jetë këtu diku. Ku mund të jetë tani? Unë e di që është këtu diku. Gjepa, duhet të shkoj se më shëtit e gjepat. Ndoshta në këtë tjetërin, dhe ndoshta... Mëdheri, breti ka thënë që të bjeni letrën e devarmimit për 5 minuta, me njëherë ju lutem, Mëdheri. 5 minuta? Duhet të them, 5 minuta, nuk ka gjë, është që kaq normale, sepse unë do t'i gjej me njerë, vetëm do t'i gjej. Bajim. E ti që këtu duhet jetë këtu, o zot, ku është? Qërë? Jo, këto nuk duhet jenë 5 minuta. Mëdheri jemi ne, Flora, Fauna dhe Mary. Kemi artikullin tënd. Çfarë artikulli? Po, ja, ky është. O zot, faleminderit shumë. Nuk e di se si mund ta harroja. Faleminderit shumë, ju falenderoj me gjithë shpirt, sepse po të mos ishit ju këtu, unë do të isha i vdekur. Po, faleminderit, nuk kam më shumë kohë për të bërë, më duhet të shkoj.